Ai i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam ka lindur në muajin Rabiul Awwal. Dihet muaji kur ka lindur, dihet viti kur ka lindur, dihet dita e javës në cilën ditë javës ka lindur dhe nuk dihet data e saktë se kur ka lindur. Për datën e lindjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, historianët e Islamit aludojnë në 15 data, ku shumica prej tyre shkojnë më së shumti që data e lindjes së pejgamberit alayhi salam ka qenë data 12 Rabiul Awwal, ndërsa thash që janë 15 data të cilat i kanë lënë si alternativa. Ç'na prish punë neve ose çfarë përfaqëson kjo gjë që ne data. E para herë njerëzit në ato kohë nuk e kanë pas zakon datën, jo në ato kohë. Por nuk po them tek brezi i baballarëve të mi në mosh, po tek gjyshët e mi kush e ka ditë datën e lindjes. Dhe edhe tek brezi, domethënë brezit janë për shembull 60, 70 vjeç, ose pak më të mëdhenj se sa 70 vjeç, kush e ka ditë datën e lindjes. Ke lind në frur, thonte ai. Për fruri ishte shkurti. Ose ke lind kur kena qenë duke korr grunin. Hajde jeti kur ishte duke korr grunin. U gjente muaji, po jo se u gjente dita. U gjente dita si ditë jave, po jo si datë. Nuk ishte koncepti i datave. Pra ky koncepti i datave ka dalë vonë, ç'është e vërteta. Ndaj edhe për ato që lexon domethënë në historitë të ndryshme të Islamit, konceptin e datës e gje shumë të vonshëm. Që do të thotë që data nuk përbën ndonjë lajm. Nuk përbën ndonjë lajm. Ne e gjejmë edhe në Islam, kemi për shembull kur vdiq ky ose kur vdiq ai. Fillimisht i kanë pas lidh me ndodhit. Derisa në kohën e Omerit radhiyallahu anhu caktuan për herë të parë dhe kalendarin islamik.